Hej, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, këtë herë dua të ndaloj pak tek ferma VIP. Dinamikat kanë filluar, xhelozit kanë filluar dhe ndërhyrja në marrëdhënie ka filluar. Ju e dini shumë bukur që Alba dhe Limi krijuan një marrëdhënie, filluan të krijojnë një interes për njëri tjetrin, afruan krevatet, u përfolën që kanë kryer edhe marrëdhënie seksuale brenda fermës, ishte Big Mama kundër gjithë këtij rrugtimi që i thonte Albës, ti nuk ke fytyrë, ti ke ofenduar familjen tënde, ti nuk ke respekt për prindërit e tu, ti je një vajzë pa shtyllë kurizore, ti je gjithçka të bësh, je gjithçka në gjendje të bësh për famë dhe nuk pyet asnjë gjë se si mund të interpretohet jashtë, domethënë tip komentime shtëktilla, gjë për të cilën Alba nuk është se e vuri këtë ujë në zjarr, por vazhdoi me rrugtimin e saj duke shprehur pëlqyeshmëri për Limin, duke shprehur preferenca për Limin dhe duke shprehur dashuri për Limin. Ditën domethënë në prajmin e kaluar, opinionisti Castro Zizo e pyet Limin duke ju drejtuar me një fjalë se çfarë e ke ti Albën, çfarë e quan ti Albën. Mënyra ignorante e përdorur nga ana e Limit kundër drejt personazhit të Albës, sepse Limi nuk është që nuk e ka thënë, e ka thënë brenda shtëpisë së fermës që unë preferoj Esterin si gocë që është shumë e bukur, është tërheqëse, është edukuar, do me thënë Big Mamën e kam në këndin e një motrës, në këndin e një shoqes, ndërsa Alba më përmbush seksualisht, të paktën kështu e la të kuptohet Limi. Ndërsa në pyetje që ja bëri Castroja, në këndin e opinionistit, Limi nuk është se i dha një përgjigje, por e injoroi Albën. Alba u lëndua shumë sepse është banorja që në fakt populizohet më së shumti në shtëpinë të fermës nga të gjithë fermerët dhe filloi që të loton. E pyetur nga Luana që Alba je në rregull, Alba tha jam po në rregull, ndoshta Alba ka një lloj strategjie dhe një lloj skenari që po e bën të gjithën këtë gjën, por unë për mendimin tim e shoh Albën të fuqishme dhe e shoh si finaliste pretendente edhe përfituese të fermës, u a them sinqerisht këtë sepse e gjithë shtëpia e ka mendjen vetëm tek Alba, e gjithë shtëpia e ka zënkën me Albën, e gjithë shtëpia del nga kontrolli nga Alba, do me thënë është Alba shumë dimensionale që e bën gjithë këtë zërin e madh. Dhe marrëdhënia mes Limit edhe Albës pikërisht po atë natë në momentin kur Agai kishte bërë për surprizë Fatmira Breçanin në shtëpinë e fermerëve, nisi grindja mes Albës edhe Yllit, Limit, më falni, teksa po darkonin darkën nga restorant Ylli, që u kishte sjellur në fermën VIP, po e kujtoj me detaje këtë gjën. Dhe darka ishte pozicionuar brenda në shtëpi. Tani, Alba dhe Limi filluan që të grinden teksa Alba po ndan krevatin, po i kërkon varsen që ja kishte dhënë në fakt Limit, edhe dëshironte që këtë varsen Alba ta hudha në ujë që mos ketë fare asnjë lloj kujtimi me Limin. Do me thënë Alba është me prekur në këtë rast me Limin. Dhe aty filloi zënka e madhe, filloi grindja e madhe që kjo zënka në fakt mes Albës edhe mes Limit përfshirë edhe fermerët e tjerë se duke jetuar në një fermë patjetër që nuk i ikin dot debatit, Alba dhe Limi kanë vazhduar për ditë të tëra, gjë që e bëri Limin të veprojë në një mënyrë shumë interesante, që të ftoj në një darkë romantike natën e mbrëmshme Esterin. Esteri e priti me gjithë pozitivitet këtë gjë, e priti me shumë vullnet, ndoshta e bëri edhe në sy të Albës që Alba të ndjehet keq, Alba të ndjehet e injoruar, të ndjehet e ofenduar, këtë gjë nuk e dim, por e priti me shumë, e bëri me shumë sportivitet. Dhe çfarë ndodhi në këtë mes? Në këtë mes ndodhi që Esteri dhe Limi të kalojnë momente shumë të bukura, ndërsa Alba të mërzitet, por në fermë arritën edhe zarfa, që do me thënë ka patur zarf të rënditet nga Agai që unë dua ta komentoj tani. Një atmosfere e qetë dhe e zakonshme në fermë u ndërpre papritur nga mbërritja e një zarfi të bardhë i cili gjithmonë sjell me vete tension, kuriozitet dhe detyra që mund të ndryshojnë rrjedhën e ditës të shtëpisë. Këtë herë Agai kishte vendosur të sfidonte jo vetëm për kushtimin e fermerëve ndaj punës, por edhe ndjeshmërinë dhe durimin e tyre, duke i vendosur përballë një detyre shumë të veçantë, shëtitjen dhe përkujdesjen ndaj kafshëve të fermës.
Ndërkohë që gongu i zëshëm shënoi fillimin e detyrës, fermerët lexuan me vëmendje për mbajtjen e zarfit, i cili vinte me udhëzime të qarta të ndara në grupe, por edhe përgjegjësi të rëndësishme për secilin. Fermer, Agai ju ka ngarkuar me një detyrë që kërkon më shumë se muskuj dhe përkushtim. Kërkon butësi, kujdes dhe disiplinë. Këtë pasdite ju duhet të bëheni miqtë e kafshëve të fermës. Lim, Nuri dhe Roni u përballën me sfidën e shëtitjes së 3 deleve, krijesa të buta por të ndjeshme që duan qetësi dhe drejtësi të kujdesshëm. Nga ana tjetër, Andueli, Big Basta, Elinara dhe Andrea morën përsipër një mision as pak të lehtë, shëtitjen e 3 dhive dhe një keci. Kafshë të njohura për energjinë e tyre të pakontrollueshme dhe lëvizjet e papritura. Por ndoshta pjesa më gazmore edhe ndoshta më sfiduese ju caktua Albës dhe Esterit, të cilat duhet të shëtisnin gomarin e fermës, një kafshë që di të jetë kokfort, por që në duar të kujdesshme mund të bëhet e bindur dhe bashkëpunuese. Erandi mori përgjegjësinë për Viçin, një qenie ende në rritje që kërkon siguri dhe kujdes, ndërsa Ylli dhe Federiku u ngarkuan në detyrën më specifike, shëtitjen e gjelave të detit, por vetëm në zonën e lajthive, një hapësirë që kërkon vëmendje të madhe për të shmangur dëmet e bimët dhe pemët e mbjellura me mund. Në krye të gjithë kësaj sfide qëndronte Big Mama, e cila si krye fermere kishte detyrën të mbikëqyrte me reptësi të gjithë procesin dhe të sigurohej që çdo fermer të përmbushte misionin e tij pa shmangje. Udhëzimi ishte i qartë. Të gjitha bagëtit duhet të trajtohen me respekt dhe kujdes. Asnjëra prej tyre nuk duhet të shkel apo të dëmtoj bimësinë dhe të mbjellë në fermë. Veshja e dur është e detyrueshme, uniformët, çizme dhe doreza janë të kaltërtat. Me këtë zarf Agai nuk dha vetëm një detyrë fizike, ai testoi empatinë dhe djeshmërinë njerëzore. A do të dinë fermerët të lidhen emocionalisht me kafshët që i shoqërojnë çdo ditë? A do të arrijnë të shfaqin butësinë që ndoshta mungon në përballje mes tyre? Kjo pasdite në fermë premton të jetë një nga ato ditët që lënë gjurmë, ku qetësia e natyrës ndërthuret me përgjegjësinë e njerëzit dhe ku çdo hap i gabuar mund të sjellë pasoja, por çdo gest i vogël dashurie mbetet i paharuar. Në fakt, kjo është një pjesë interesante që Agai u ka dhënë fermerëve dhe do të shohim se si do të merr dashuria me Limin, Esterin dhe Albën. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj dhe për ndërhyrjen e Big Mamës dhe raportit të prishur si me Anduelin, si me Andrean, domethënë që të gjithë po luftojnë dita ditës për të qenë në vëmendje.